U arrestua pasi dyshohet se kërcënoi prokurorin në sallën e gjyqit, lirohet avokati Uljan Bajrami. Avokati Uljan Bajrami, i cili u arrestua 2 ditë më parë, pas një debati të ashpër në sallën e gjyqit në Elbasan, është liruar rreth orës 15:50. Arrestimi i tij u bë me iniciativën e një oficere e policie pas përplasjes që ai pati me prokurorin e çështjes Gjergji Ceka, lidhur me provat që sipas ishin të pabazuara dhe fajsonin padrejtësisht klientin e tij. Burime pranë sistemit të drejtësisë bëjnë me dije se ndalimi i avokatit është vlerësuar si i paligjshëm nga vetë prokuroria e çështjes. Seanca gjyqësore ku ndodhi përplasja kishte të bënte me caktimin e masës së sigurisë për 14 persona të arrestuar nga operacioni policor Fast me shtrirje në Elbasan. Avokati mbronte në këtë seancë një prej të arrestuarve, Maksim Suçi.